Në diskursin publik kosovar përmendet po ashtu një fjalë, një term tjetër, e që është konflikti i interesit. Nga vetë emri i tij mund të themi se bëhet fjalë për konflikt të dy interesave të ndryshme. Por realisht, në kuptim të politikave për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, çfarë është konflikti i interesit? Konflikti i interesit, në kuptimin e përgjithshëm të tij, paraqet situatat kur zyrtari publik ka interes privat në një çështje që ai e ka në kompetencë të vendosë. Konflikti i interesit në sektorin publik është një rëndësie të veçantë, pasi nëse ky konflikt nuk identifikohet dhe nuk menaxhohet, atëherë minon integritetin e zyrtarëve publik dhe vetë institucioneve publike. Integriteti në sektorin publik i referohet përdorimit adekuat të kompetencave që kanë zyrtarët publik, të paros publike, të taksave tona, dhe kundërta e kësaj është korrupsioni apo abuzimi. Me qëllim të parandalimit të konfliktit të interesit, Kosova ka miratuar ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Dispozitat e këtij ligji përcaktojnë parimet, rregullat dhe procedurat lidhur me sjelljet e lejuara dhe të ndaluara të zyrtarëve gjatë kryerjes së detyrës së tyre publike dhe mosat që duhet të ndërmerren në rast se këto dispozita shkelen. Ky ligj rregullon gjithashtu procedurat për detyrimet e raportimit, për parandalimin, identifikimin dhe çështjet e tjera të cilat ndërlidhen me konfliktin e interesit, si dhe përcakton detyrat dhe përgjegjësitë e autoriteteve përgjegjëse në lidhje me zbatimin e këtij ligji. Sipas ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, konflikti i interesit lind nga një rrethon në cilën zyrtari ka një interes privat, që ndikon, që mund të ndikoj, apo të paktën duket se ndikon në kryerjen me panshmëri dhe objektivitet të detyrave të tij zyrtare. Pra, përpos asaj çështjes që ka në kompetencë të vendosë, pikërisht në atë çështje ekziston edhe një interes privat i tij. Sipas këtij formulimi ligjor, kemi 3 lloje të konfliktit të interesit. Konflikti real i interesit, konflikti potencial i interesit dhe konflikti në dukje i interesit. Konflikti real i interesit lind kur interesi privat ndikon ose mund të ndikojë realisht në kryerjen e detyrave zyrtare, të cilat duhet të kryhen në shërbim të interesit publik dhe jo në shërbim të interesit privat të zyrtarit. Pra, këtu kemi një situatë kur interesi privat i zyrtarit publik ndeshet drejt për së drejti me çështjen zyrtare në të cilën ai ka kompetencë të vendosë. Shembull për këtë, mund të marrim një procedurë të prokurimit. Nëse në një procedurë të prokurimit publik aplikon edhe kompania e vllaut të zyrtarit publik, atëherë në rastin konkret kemi të bëjmë me konflikt real të interesit. Konflikti potencial i interesit është një formë tjetër e konfliktit të interesit që paraqet situatën kur konflikti i interesit nuk është aktual. Pra, nuk ka një procedurë apo një çështje specifike nga e cila zyrtari publik ka një interes privat. Megjithatë, ky lloj konflikti të interesit lind në situatat kur ka potencial të lartë që në të ardhmen të paraqitet konflikti i interesit në punën e atij zyrtarit publik. Shembull për këtë mund të marrim situatat kur një zyrtar që është pronar i një kompanie ndërtuese udhëheq me një drejtori komunale të urbanizmit. Në këtë situatë nuk kemi të bëjmë me një procedurë specifike. Megjithatë, mbajtja e pozitës së drejtorit të urbanizmit që vendos ndër të tjera për leje ndërtimore nga një pronar i një kompanie ndërtimore paraqet konflikt potencial të interesit. Ndërsa, nëse shfaqet tash një situatë specifike
për shembull, për një leje ndërtimore që aplikon kompania e drejtorit në fjalë, atëherë konflikti potencial interesit shndrohet në konflikt real të interesit. Dhe këto është dallimi në mes të këtyre dy formave të konfliktit të interesit. Konflikti në dukje interesit ndodh atëherë kur interesi privat i zyrtarit nuk ndikon ose nuk arrin të ndikoj në kryerjen e parregull të detyrave zyrtare. Megjithatë, një person i jashtëm mund ta ketë përshtypjen se ka një interes që ndikon. Sipas udhëzuesit të Këshillit të Evropës për administrimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, dukja e konfliktit të interesit duhet të mbështetet në fakte specifike që paraqesin arsye të bazuara se pse mund të ndodhë konflikti i interesit. Dhe nuk ka konflikt në dukje të interesit kur arsyet janë të paqarta dhe dyshimet janë të rrënjosura në mosbesimin e përgjithshëm në institucionet publike. Pra, nuk mund të themi se ka konflikt interesit, ka konflikt në dukje të interesit, atëherë kur themi se institucionet janë të kapura, ato nuk e kryejnë detyrën e tyre, etj. Duhet të ketë situata specifike të cilat krijojnë perceptimin se kemi të bëjmë me konflikt të interesit. Shembull për këtë mund të marrim situatat kur një zyrtar publik ka punuar për një kohë të gjatë në një kompani private dhe më pastaj ka filluar punën si zyrtar publik. Një vit më vonë, kompania ku ka punuar zyrtari aplikon në një tender publik, për cilin aplikim duhet të vendosë ky zyrtari publik që kanë punuar në atë kompani. Në këtë situatë, përkundër se zyrtari publik më nuk është pjesë e kompanisë në fjalë, mund të krijohet perceptimi se kjo situatë ndikon në ushtrimin e kompetencave të tij. Dhe është pikërisht kjo situatë që paraqet konflikt në dukje të interesit. Në anën tjetër, me qëllim të parandalimit të konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik ka përcaktuar edhe ndalesa specifike për zyrtarët publik. Në nenin 9 të këtij ligji janë përcaktuar gjithsej 13 veprime të ndaluara, të cilat vlen për secilin zyrtar publik, të cilat mund t'i gjeni në ligjin e fjalë. Tutje, ka edhe një sër ndalesash të tjera të përshkruara në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, të cilat për qëllim kanë ruajtjen e integritetit të vendimores së zyrtarëve, në atë mënyrë që zyrtarët publik mos të vendosin në çështjet në të cilat kanë interes privat. Me qëllim të parandalimit të konfliktit të interesit, ligji në fjalë ka përcaktuar ndalesa si në kohën kur zyrtari publik është duke ushtruar detyrën e tij publike, madje ka përcaktuar ndalesa edhe në kohën kur i njëjti ka përfunduar detyrën e tij zyrtare. Për shkelje të dispozitave të këtij ligjit, vetë ky ligj ka përcaktuar dispozita ndëshkimore, të cilat mund të shkojnë me dënime me gjobë deri në 15.000 euro. Aspekt tjetër i rëndësishëm që duhet të theksuar është se në Kosovë konflikti i interesit përcaktohet edhe si vepër penale dhe po ashtu rregullohet edhe me ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Megjithatë, jo çdo shkelje e ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik na paraqitet edhe si vepër penale. Vepër penale kemi atëherë kur vendimarrja që përbën interes që ka interes privat zyrtari publik rezulton me interes financiar për zyrtarin publik. Në këtë situatë kemi të bëjmë me vepër penale. Pra, me situatat kur konflikti i interesit ka rezultuar me interes financiar për zyrtarin publik.
Në rastet e tjera, kur kjo nuk ndodh, atëherë kemi të bëjmë me gjendje të papërshtatshme, me shkelje të dispozitave sipas ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Thënë më ndryshe, jo çdo shkelje e dispozitave të këtij ligji automatikisht nënkupton se kemi të bëjmë me vepër penale të konfliktit të interesit, përkundër faktit se emërtimin e kanë të njëjtë. Në rastin e kodit penal bëhet fjalë për vepër penale për shkak se ka rezultuar me interes financiar, ndërsa në rastin e dytë bëhet fjalë për një gjendje të papërshtatshme.